stadiumi Enrique Roca në Murcia, një ditë para ndeshjes historike të Kosovës ndaj Islandës. Dardanët do ta provojnë për herë të parë të pijun e këtij stadiumi, një ditë para kësaj ndeshje. Por para kësaj, për zgjedhjesi Foda, sulmuesi Muriqi e zyrtari Shala dalën para gazetarëve, që në këtë rrugë të gjatë prej 3300 kilometrash, të vetmit prezent ishin vetëm gazetarët e Ballkanit Pikim. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në konferencën për media para ndeshjes Islanda-Kosova, siç bashkëni me ne është selektori Franco Foda dhe futbollisti Vedat Muriqi. Fillonitave Ballkanit. Një fitore vështirë, por merituar nga Islanda. Sa është gati Kosova për ndeshjen tjetër me hapjen finale për të arritur ligën B? Po, ka qenë ndeshje të vështirë për neve dhe kemi ditë po arritëm qëllimin. Qëllimi u kon pasi që luhet dy ndeshje që dhe më kon ndeshjen e parë me pasavantazhi, kështu që arritëm me pasavantazhin. Kemi përsi një gol, kështu që nesër jemi gatshëm, sot do e ushtrojmë stërvitjen e fundit. Analizë taktikat ato që kemi me nesër në ditën e lojës, kështu që Kosova dhe ne jemi të gatshëm për më kualifikuar në grupin B. Zgjem Veliu, Ballkani Info. Pyetje për trajnerin Franco Foda. Pra, po lidhem tek mungesat, a mendoni që ndoshta mungesa më e rëndësishme është ajo e portierit Aram Murić dhe si do të procedoni me përzgjedhjen e portierëve të rezervë? Heute noch ein Training zu absolvieren und ich werde dann im Laufe des Abends oder morgen im Laufe des Tages dann mit den beiden Torhütern sprechen und werde dann auch eine Entscheidung treffen, wer dann morgen dann auch im Tor spielen wird. Po sonte kemi stërvitjen e fundit dhe sonte ose nesër do të flas me portierët që kanë në dispozicion dhe më pas do të marr vendimin se kush kujturi do të jetë në portë në ndeshjen e nesërme. Pas konferencës, selektori Foda ishte i pari që shkeli në fushën ku nesër do të shkruaj historia. E nga lojtarët, i pari që më vonë do të ishte vetë historia, ishte pirati i Majorkës dhe Kosovës, Vedat Muriqi. Një ditë para takimit u has një incident. Emri i Kosovës ishte shënuar me fusnot. Por reagimi i menjëhershëm i zyrtarëve të FFK-s bëri që ky gabim të rregullohet menjëherë. Pa dyshim që prezent si gjithherë ishte edhe kreu i FFK-s, Agim Ademi. Flamuri i Kosovës nuk valvitej një ditë para, por do të shkëlqente në ditën e ndeshjes, edhe në pikën më të largë të stadiumit Enrique Roca. Dita e ndeshjes arriti, pranë hotelit të kombëtarës në Murcia, nisën të vinin edhe dardanët që kishin udhëtuar nga mbar Evropa. Këta tre të rinj, që po bëjnë fotografi, janë pjesë e një grupi të shqiptarëve nga Skocia, që nuk mungojnë asnjë udhëtim të kombëtarës së Kosovës. Në hollin e hotelit në mesditë, dardanët u panë në disponim të mirë, pak orë para përballjes titane.
Qyteti frymon të lirshëm, pa trafik të dendur e pa shumë njerëz që lëviznin, tipike për një ditë vikendi. Ora po afrohej, lojtarët ishin gati, e tifozët në hollin e hotelit u shtuan. Dardanet po mbanin kujtimet në telefonat e tyre me lojtarët më të mëdhenj të kësaj kombëtare. Jashtë po mbretëronte një atmosferë impozante. E para Barcelona Mursias u shfaqet një flamur gjigant i Kosovës. Nga aty filloi kënga e festës. Lojtarët u nisën drejt stadiumit në cilin do të shkruan historinë e re. Një histori e tjetër krenarie për Kosovën nuk do i mungon të jehona, teksa tifozët thërresnin emrin e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Baneret me mbishkrimet Prishtina, Kosova, Dardanet u vendosin në pjesën qendrore të stadiumit, me numër simbolik. Gjithçka gati, spanjollëve ju duhej që me duart e tyre të rregullonin flamurin e Kosovës para intonimit të himneve. Në ditën e ndeshjes nuk mungonte as flamuri i Kosovës në rrështimin zyrtar të simbolikave nga UEFA dhe FIFA. Si rrallë herë, Konjufca i pranishëm për ta porë nga afër kombëtaren. E përkrah tij, ministri Peci që njihet si fansi flakt i Kosovës, bashkë me të parën e drenasit Ramiz Ladrovci. Yjet e kësaj natë zbritën në fush. Ndeshja filloi me një gol të hershëm të Islandës, që do dukej se do ta bënte të vështirë punën për Dardanet. Por kjo nuk i theu yjet tanë, që përmes Murishit shënuan 2 herë në pjesën e parë për ta përmbysur rezultatin e këtij takimi, e për ta shuar diferencën e 2 ndeshjeve në 2 gola. Paraqitjet e mirë bëri edhe portieri Amir Shaibi. Pirati nuk u ndal pa kompletuar hat-trickun, për t'i dhënë epilogun final takimit dhe për ta kualifikuar Kosovën në UEFA Nation League.
Natë e veçantë ishte edhe për të riun e FC Prishtinës, Dian Gallapeni, që bëri debutimin në këtë natë të paharrueshme. Me Duart Trokiti u zëvendësua krejt në fund edhe man of the match. I cili festoi kështu pas vëshëllimit së fundit të gjyqtarit spanjoll. Teksa në shtëpi do ta merrte edhe topin e ndeshjes. Jashtë Enrique Rocas, filloi festa e Dardanëve me këngë e vuvuzela, e cila zgjati deri në orë të vona.